Rastin e pati të zakonshëm, por e bëri që të mbahet mend nga prokurorët. Kësi peshe, avokati Faton Fetahu i dha vendimit që e mori Departamenti Special Gjykata në Prishtinë, me të cilin e ndalon ekzaminimin e telefonit të kujtdo që arrestohet pa vendim gjyqësor. Askush nuk do të fuzë duar në telefonin e tij pa leje të gjykatës. Dhe kjo është historike. Është historike sepse kjo do ta definojë drejtësinë në Kosovë. Deri tash ka qenë e kundërta, prokurori kokën e vete ka marrë tagrën e gjykatës që ka dhënë ekskluzivisht kushtetuta vetëm gjykatës. Vendimi pasoi në rastin e klientit të tij që kaloi më shumë se 2 vite në paraburgim mbi bazën e provave që nga gjykata u shpallën të marra në mënyrë të kundërligjshme dhe kundërkushtetuese. Dhe aq më keq, sipas tij, ka dyshime të forta se këto prova janë manipuluar dhe fabrikuar kundër tij. Ky tregon se si në Kushtetutën e Republikës është e përcaktuar mirë se nuk bën të ndodhë që një telefon i konfiskuar të kontrollohet pas një kufizim nga prokurorët, edhe për vepra të tjera penale. Përcaktimi kushtetues sipas ligjit 36 të Kushtetutës e drejta e privatësisë është një drejtë e pacenueshme, e cila përfshin të drejtën e komunikimeve elektronike, këmbimet e mesazheve, këmbimet e përgjithësi elektronike, korrespondenca. Të gjitha janë të drejta të pacenueshme. Ky thot se me këtë vendim mund të shpëtojnë edhe disa që janë në burg me prova të siguruara jashtëligjshëm. Por jo vetëm kaq. Në të kundërtën dorëzohen një nga një të gjitha këto akuzat aktuale dhe ato që pritet të ngriten nëse nuk do përfillet ky kriter. Andaj avokati thot se kryeprokurori duhet urgjentisht të mbledh punonjësit e krejt prokurorive e t'i udhëzojë të punojnë duke zbatuar këtë vendim.